Nga Gjirokastra, ku vijoi turin e tij të takimeve me qytetarët dhe bazën socialiste, kryeministri Edi Rama u shpreh optimist jo vetëm për mbylljen e kapitujve të integrimit brenda 2027-s, por edhe për ratifikimin e traktatit të antarësimit nga vendet anëtare deri në 2029-ën. Për të arritur objektivin e përbashkët që i kemi vënë vetes me natyrisht iniciativë në tyre, se ne nuk marrim dot iniciativë të tillë se kur ata janë të disponueshëm që të mbyllin negociatat, që është fundi i vitit 2027, në mënyrë që pastaj nga fillimi apo nga mesi i 2028-s dhe deri në fund të 2029-s të bëhen ratifikimet nëpër parlamentet e vendeve anëtare. Pavarësisht këtij optimizmi, Rama gjatë takimit me Asamblenë e Partisë Socialiste të Gjirokastrës u shpreh vetëdijshëm se rruga deri në arritjen e këtij objektivi nuk do të jetë e lehtë. Patjetër që mbyllja e negociatave është një proces sfidues, sprovues dhe shumë i vështirë. Opozitën e akuzoi se për interesa politike po bën gjithçka për të penguar rrugën europiane të Shqipërisë. Përveç familjes tonë politike dhe atyre që ne na e dhanë mbështetjen për ta çuar deri në fund këtë mision, të gjithë të tjerët janë të fiksuar për të bërë çdo gjë dhe për të derdhur çdo llum në rrugët e komunikimit që të na pengojnë në këtë rrugë. Ndaj krahas punës që po bën ekipi negociator për integrimin, ai theksoi se një rol të rëndësishëm në këtë proces ka edhe antarësia e Partisë Socialiste. Ne nuk duhet lejojmë askënd që të hedhi poshtë gjithë atë punë të jashtëzakonshme që ne kemi bërë së bashku dhe që e ka sjellë Shqipërinë në këtë pikë ku është sot, që është pika më e mirë ku Shqipëria ka qenë ndonjëherë. Gjatë qëndrimit në Gjirokastër, kreu i qeverisë zhvilloi edhe një takim me të rinjtë e këtij qyteti, ku theksoi mbështetje konkrete për sipërmarrjen dhe idetë inovative.